Jemi sorollatur, po patjetër. Patjetër, sepse ndryshe do e kisha marrë një përgjigje të saktë edhe do kisha marrë një funksionim, do me thënë do kisha zgjidh punën time, hallin tim. Është të vlerësuar banesa që ka qenë që në vitet 70 po që është prish dhe më pas është bësh? Këtu qas na prishën, olla, këtu qas na prishën. Kjo u rënua totalisht, edhe po them këtë që këtu në këtë zonë jemi dakord që të jetë një infrastrukturë sa më e mirë. Por shikoj qytetarin, mos e linë mes katër rrugëve. Unë po bëj një pallat, thua ti, unë po bëj një lulishte, unë po bëj një rrugë. Jemi dakord me vëlla. Askush nuk është kundra zhvillimit. Por jo të më lësh mua mes katër rrugëve ti për një cop, shife këtu për një cop 2 metra katror. Kështu që është e papranueshme kjo. Davide, pa të reagime nga ju kanë marrë në telefon gjatë ditës djeshme? Po, shumë reagime ka marrë. Ka marrë shumë telefonata. Edhe i them që nga jugu e deri në skaj, të gjithë kërkojnë të drejtën e tyre. Të gjithë kërkojnë të drejtën e tyre. Ju shoqëruat ditën e djeshme në ambjente përgjithësi? Po. Si qëndruat? Diku te 10 minuta. Çfarë ju tha? Jo, janë sjell qytetarisht. Qytetarisht. Me procedurat e duhura janë sjell qytetarisht. Për sa i përket policisë, janë sjell qytetarisht. E gjitha ishte te urdhri që unë i kërkoja, erdhën vrullshëm, nëse unë do kisha një njeri aq të imponuar, saq isha unë, atë moment që njeriu edhe devion çik nga mendimet e tij, atje mund ishte bërë një yliver i papar. Kështu që ata nuk u treguan të matur, profesionist, as policia e shtetit. Por të paktën u mbyll me aq. Davide është marrë me shumë gjëra, edhe unë jam një instruktor fitnessi tani për tani.